Çdo fund sjell një fillim, e çdo fillim ka në vete një drithërim, një pasiguri dhe një emocion që nuk përshkruhet lehtë me fjalë. Mbrëmja e maturës, një natë që pritet me muaj, por kalon vetëm si një çast. Pasaj nis një rrugëtim shumë i ri, zgjedhje, pasiguri, pritshmëri dhe shumë ëndra. Çfarë ndodh në shpirtin e një maturanti pikërisht në këtë fazë, si e përjeton atë tranzicion ai dhe si mund të ndihmojë që të ecë përpara pa frikë? Për të folur më shumë për këtë udhkryq kaq emocional, në studio kemi edhe psikologe zonja Fatime Ziberi, e cila do na flet më detajisht rreth këtyre emocioneve. Mirë se vini. Mirë se ju gjeta. Zonja Fatime, na thoni kryesisht se çfarë është mbrëmja e maturës, çfarë përfaqëson në ndërgjegjen e një adoleshenti kjo mbrëmje? Është një mbrëmje që maturantët e presin të themi për 4 vite, është një mbrëmje, një kurorëzim i gjitha momenteve të themi, edhe sakrificës, pse jo, mbase periudha e tyre është e tillë. Është një si të themi, ne përdorim një shprehje shpërthim kështu emocional. Po është një miks emocioneve. Besoj është ka edhe momente nostalgjie, momente mërzie, për shkak se përmbyllet një etapë, më pëlqen ajo që në mënyrën se si ti e përshkruajte, është një periudhë tranzicionale, do të thonë përfundon një periudhë kur themi neve çka ke bërë deri tash, ka qenë e kuptueshme dhe e falshme. Tani pas kësaj moshe, do ta mendosh 2 herë, të flasish 1 herë. Do me thënë është një lloj si kur japim neve nxënësve një përgjegjësi, për shkak se e llogarisim se hyrë në atë moshën. Hyn në një moshë që duhet të jem pak më serioz, nuk ka më tolerime të themi të sjelljeve ashtu fëmirore, marrim vetëm më edhe në të tofe përmendim neve fjalën hije, të themi kështu më të rriturve. Kështu që është një përmbyllje, një periudhë të bushme, emocionale, sociale dhe edukative, që mirë është që festohet kështu si festohet, të paktën ai shpërthim të jetë ashtu si duhet. Për shkak se ato do shpërthejnë një ditë. Të paktën le të kërcejnë, le të vallëzojnë që mund të kanalizojnë mirë edhe emocionet. Po për pamjen apo dukjen e tyre, çfarë grumbull emocionesh kanë? A ekziston ai termi pamja perfekte te ata, sepse ajo krijon edhe një stres të vetes se si do dukem atë mbrëmje, se çfarë do vesh, a ka dikush veshjen time, a do jem më e bukur, a do jem më i bukuri. Më shumë më duket ballafaqohen me atë stres sesa me diçka tjetër. Kishim gjimnazi maturën para ca ditëve tek ne këtu në Shkup dhe vajzat me shoqet e tyre nuk donin të takohen atë ditë sepse mos më shef se si janë bërë, apo kështu, i kishin ato emocionet e tyre? Ka dëshira për të dukur më ndryshe unikate, për të qenë, të themi, të bëjnë diferencën, ne kemi kaluar edhe vetë në atë periudhë, edhe tash kur na kujtohet të themi, nuk ka vleta shumë, tash më na marrin për të keq maturantët, po në atë periudhë... Fiks. Po në atë periudhë gjithçka ka vletur. Fiks. Do me thënë, edhe ajo që ne kemi mbajtur sekretet njëra tjetrës që mos të dukemi, edhe nuk ja kemi treguar aty ku do shkojmë të grimosemi, do me thënë, frizeren. Deri në atë Po pra, një herë është ajo të themi euforia e madhe që i kaplon, pasi që secili edhe meshkujt edhe femra dëshirojnë të duken bukur, mirë, të jetë diçka më tepër se sa simbolike, ndonjëherë është edhe tepruar, të themi të drejtën, ndonjëherë të duket si ato mbrëmjet të themi dasmore, gazmore, po nuk u vën faj, për shkak se edhe ne e kemi patur të njëjtën, jemi dashur të dukemi shumë bukur, kemi dashur të dukemi shumë stil, dhe gjithmonë është ajo, do të thënë, ndonjëherë ajo shumë del nga normalja. Më duket se gjithçka që është shumë është nuk është edhe e kupton vetë fakti se momenti, do të thënë, matura si maturë është një, si e thash më parë, është një shpërthim i shumë gjërave, do të thotë. Edhe sikush e gjen mënyrën më adekuate se si ta kanalizoj këtë. Kemi parë edhe veshje ekstravagante që nuk i shkon një maturant. Po është mënyra se si e shpreh, se i ka tërat vrull emocional në vete. Kur jemi të emocione, cilat janë emocionet më të shpeshta që ata i kanë? Trishtimi, ankthi, gëzimi, çfarë ata më shumë përjetojnë, sepse jam e bindur se ata nuk e dinë se janë në një tranzicion emocionesh dhe janë në një situatë ku trupi i tyre po kalon një gjë që nuk e ka kaluar më herët dhe ata nuk dinë edhe ndoshta atë ditë edhe çfarë po ndodh, sepse nuk dinë, po të kthehemi edhe ne vetë ta kujtojmë atë kohë, nuk edhe se kemi ditur. Nuk e kemi ditë, po në fakt mendoj se emocioni dominues në këtë rast është frika dhe mërzia, që ajo kamuflohet me pamjen fizike. Do të thënë, ajo frikë dhe ajo mërzi emocionale kamuflohet te mase.
të dukem bukur, që të mos kem kohë të mendoj se çka do ndodh pas sonde. E kupton? Do të thonë çka do ndodh pas kësaj mbrëmje kur do përfundoj. Askush nuk e din, po. Nuk e mendoj në atë kuptim se gjithë fokusi dhe ajo, të them, kujdesi i kushtohet pamjes. Për atë është edhe një, do të thënë, tër investimi aty dhe kjo flet shumë. A simbolizon kjo një trishtim të fshehur në një farë mënyrë tek ta? Është një trishtim për shkak se ajo që vjen më pas për maturantët, të themi, është një ndryshim shumë i madh. E para, do të thënë, ajo zona e komfortit, shoqëria 4 vjeçare do lëkundet, nuk e dim kush ku do përfundoj. Pastaj çka do studiohet, si do studiohet, ku do shkohet, ku nuk do shkohet. A do pranohet atje ku don, apo do ketë shoqëria, do bëj shoqëria, do duhet të ndroj qytetin, do duhet të ndroj vetbanimin e kështu me radhë. Po mendoj se arsyeja pse festohet matura ashtu si festohet dhe gjitha të përgatitjet janë një kamuflazh. Ata kërkojnë një mënyrë se si ta kompenzojnë të themi atë shqetësim që e kanë. Për shkak se ndryshe nuk mundet. Ne mbajmë mente dhe kemi qarë, dhe kemi luajtur. Po i shikoja mbrëm ose ndje mbrëma maturantët e shkollës së mesme të mjekësisë në Tetov, edhe unë dikur kam qenë maturante e mjekësisë, e thoja sa mirë po lozin me tupana, edhe të kapën emocioni, e kupton. Unë nuk e mbaj mente dhe me vite sakt sa është bë matura, po të kapën ajo. Nuk tregojmë tash. Nuk tregojmë tash, ne jemi, e kupton, dje kemi përfunduar. Po, fiks. Jo, e kam fjalën trupi mba mend, kujtimet mbahen në mend. Dhe na duhet ndoshta vetëm një moment për të na rikthyer. Dhe tash kur i shoh maturantët e kemi atë mirë kuptim. E kemi atë pasi që Po, padyshim që po. E dim se çka do i gjej pastaj. Mos t'i tregojmë në një farë mënyrë që t'ju tregojmë. Do vetëdisohem për përgjegjësitë që duhet t'i marrim. Padyshim që po. Si përballen ata psikologjikisht me ndarjen nga shoqëria e tyre, nga rutina e tyre e përditshme 4 vjeçare, sepse ata në një farë mënyrë kanë pasur një jetë me ta. 4 vite kanë pasur një rutinë ku kanë shku, kanë kryer obligimet, kanë kryer shkollën, e kanë ditë ku pastaj, çfarë pastaj, dhe tani erdhi fundi këtyre 4 vjetëve, erdhi fundi kësaj komfort zone, erdhi fundi kësaj përditshmërie të tyre, dhe mire përmendet edhe ju se nuk dihet, jo të gjithë do vazhdojnë në drejtimin e njëjtë, në universitetin e njëjtë, shoqëria fillon të lëkundet, ca nga ata miq mo asnjëherë në jetë nuk i takon. Si ata përballen me ndarjen? E mira këtu qëndron se ata nuk janë edhe të vetëdijshëm për këto, do të thënë nuk e kuptojnë, të themi, kështu si ne flasim, do të thënë seriozitetin. Dhe është mirë, për shkak se mosha e kemi parasysh flitet për një moshë të delikate, për një moshë, të themi, të shumë ndryshimeve, edhe ndoshta edhe para pëlqen që mos ta analizojnë shumë, vetëm që të lënë let it be. E kupton, lere kështu të ecë, edhe në shumicën e rasteve themi ashtu më mirë të shohin gjërat, sepse emocionalisht ata, do të thënë, nuk është se përballojnë shumë lehtë, e përballojnë shumë vështirë. Ka raste tani themi janë individuale, po ka raste kur kjo ndarje, të themi, kjo prishje ati komoditetit dikujt i kushton shumë sa që izolohet dhe social. Nuk ka dëshirë të merë vendime tjera. Po thot jo, çka, pse unë do studioj, përsëri pas 4 viteve unë do duhet përsëri të përfundoj. Më thënë, i bëhet sikur një event jo shumë i këndshëm dramatik që do i sjell përsëri fundin e njëjtë. Do të thonë unë këtu ndahem, atje ndahem, do të thonë kur do jem stabil. E ka një boshllëk emocional ata. E ka një boshllëk emocional që me kohë ajo bëhet për shkak se përgjegjësitë rriten në kohë studimeve, përgjegjësitë rriten, prioritetet, interesat ndryshojnë, po ajo shenja që lën, domethënë kjo ndarje është, domethënë, e përjetshme, prandaj edhe kemi përkujtime të maturave që bëhen, jo rastësisht bëhen pas 10 viteve, 15, 20, për ta mbajtur gjallë, të themi, atë kujtimin, për shkak se them, nëse mendja haron, trupi nuk haron, ndjenjat nuk harrojnë, nuk ndoshta neve nuk na kujtohet çdo moment i maturës, po na kujtohet sa kemi qarë për shembull. Diçka po e mbajmë. Diçka po na kujtohet sa kemi lozur, apo na kujtohet këngëtari që ka kënduar, na këndojnë kënga, domethënë duam s'duam ato kujtimet që neve na kanë ofruar, ose të themi atë gëzimin e madh ose trishtimin i mbajnë mend. Po. I kemi me vete çdo herë. Do thotë edhe kjo, të themi, gjithë ky vrull emocional nuk është se të i kalohet kollaj, po e mira është se të them. Për momentin ata nuk e kuptojnë, nuk janë të vetëdijshëm për seriozitetin, për seriozitetin dhe gjithçka tek ta shkon spontane dhe mirë është që shkon spontane.
përmendet më herët se catë nga maturantët nuk dëshirojnë edhe të regjistrojnë në universitet për arsye se mendojnë se pas 4 viteve përsëri do largohen. Sa është një 18 vjeçar i përgatitur psiqikisht, emocionalisht për të vendosur për ardhmërinë e tij, për të vendosur për profesionin e jetës së tij dhe të cilën do e ndjek gjatë gjithë jetës? Sa është i gatshëm dhe i përgatitur të marrë një vendim kaq të madh dhe kaq serioz dhe kaq të rëndësishëm në fund të fundit? Nuk shoh një përgatitje të denjë të themi, për shkak se shumica fatkeqësisht edhe eksperimentojnë. E ke parasysh, do vendos diçka, do regjistrohet dikund, nuk i ecën, do ecë, do bëj eksperiment, pastaj do tentoj diçka tjetër, pastaj diçka tjetër dhe kur të shohësh ti kanë kaluar 2-3 vite, personi në fjalë nuk ka arritur të gjejë edhe veten. Po në fakt nuk ka edhe nuk duhet të presim ne shumë përgatitjes, është mosha 18 vjeçare, është mosha e zhvillimit, është mosha të themi e krizave identike të personi, domethënë faza e zhvillimit është e tillë që ai gjendet në mes të dy kryqeve. Domethënë është ajo faza e krizës së identitetit edhe ajo duke e kërkuar atë veten, po. Edhe nëse ne nuk nëse bëjmë një retrospektivë dhe na kujtojnë momentet me maturant, të themi jo, ti nuk do studiosh atë, vetëm kështu, në provokim të do shohim reagimin e vrusshëm për shkak se do dëshiron të na tregoj autoritet neve. E këtu dua të lidhem, a ka ndonjë ndonjëherë që maturantët, nxënësit apo studentët vendosin të regjistrohen në një degë universiteti vetëm me fjalët e të tjerëve, duke i dëgjuar të tjerët? A ndodh edhe kjo dhe nëse po, si luan kjo në psikologjinë e tyre, sepse të marrin një vendim kaq të madh, vetëm edhe pse dëshirojnë të studiojnë muzikë, po e marr vetëm si shembull, të dëshirojnë të studiojnë muzikë ndërsa ju ka thënë rrethit që të studion administratë publike, ata e bëjnë një gjë të tillë vetëm për të plotësuar dëshirat e të tjerëve. Ndikon kjo në psikologji? Kjo është temë në vetë dhe besoj edhe po të flasim me ditë përsëri nuk mund t'ia japim, të them t'ia vendosim pikën, sepse këtu ka shumë faktor. Ka raste edhe kur pavarësisht se nxënësi dëshiron të studiojë diçka tjetër, ndikimi familjar i rrethit, ti mirë përmende për muzikën, nuk të duhet, nuk ka perspektiv, kemi dëgjuar shumë shpesh dhe fatkeqësisht pastaj kemi rastet e këtyre personave që tën jetën e kërkojnë mundësinë e humbur. Mund të marrin drejtime tjera të studiojnë, por ai shpirti artistik nuk do ju shuhet. Edhe mirë është që nuk ju shuhet, por në anën tjetër të vjen keq për shkak se po zbehet, domethënë një është si një çiri i cili është duke po limitohet në personi në diçka që nuk duhet të limitohet. Ose kemi raste kur fatkeqësisht prindit i realizojnë dëshirat e tyre, projektohen tek ne. Unë nuk kam mundur të studioj mjekësinë, tash ti do bëhesh mjek. Po ti ta shife fëmijën, a ka mundësi të bëhet mjek, ndoshta nuk e don mjekësinë, ndoshta ai ka mësuar në shkollë të mesme të mjekësisë, po ka një averzion, është shumë i rënd, nuk e pëlqen, dëshiron diçka më tepër, ka të themi një shpirt artistik apo domethënë është një matematicien i mirë, pse të mos e vazhdoj, pse më të mos e ndryshoj komplet fushën e interesit. Ose për shembull ka raste kur e ke parasysh, ti flasi shumë, ti të shkon të bësh avokate. Po tani ajo që flet shumë dhe avokatura janë gjëra të ndryshme. Ajo aftësia verbale mirë që e ka, shqyrë zoti që e ka, po nuk do me thonë se ajo do jetë një avokate e mirë. Ose për shembull ti je shumë e qetë, ti je psikologe e mirë. Po tash ajo qetësia flet shumë. A është vërtet ky mit që nëse je shumë i qetë duhet të jesh psikolog? Nuk është e vërtetë. Se dua ta di se nga një psikologe më vjen përgjigje. Nuk duhet të mirret si e vërtetë, Xhana, para të them ka shumë faktor këtu. Për shkak se edhe vetë individi si individ në moshën 18 vjeçare mos mendoti se e ka qartë edhe ai se çfarë don në jetën e vet. E keqja që bëhet këtu te ne se nuk i ndjekim ne me kohë individët që t'i shohim prej moshës së hershme se çka ata mendojnë të studiojnë. Nuk i ndjekim t'i shohim interesat e tyre, ku janë ata më të mirë, në cilat sfera janë më të mirë, çka duhet t'u ndihmojmë të arrijnë. Ja, për shembull, po e marr përsëri, ti flet shumë dhe bësh, ajo flet mirë, po ndoshta më shumë i shkon letërsia. Më shumë i shkon të jetë aktore, të aktrojë në skenë, domethënë ajo mund të themi ta mbizotroj skenën në mënyrë perfekte. Tash pse të limitohet të shkojë të studiojë diçka që nuk edhe vetë nuk është të vëdijshëm se nuk e don, nuk është. Pastaj dështon. Edhe dështimi, ky është e keqja. Se dështimi pastaj nuk i atribuohet edhe faktorëve të tjerë, po i thotë ti nuk mundet ta bëre. Faktori që e ka shtyrë deri në dështim kanë qenë shumë, po tani për dështimin fajsohet vetëm një person. Ti nuk arritet ta bësh. E tani nëse
natru kështu nga tjerat, atëherë faji duhet të ndahet, sipas meje, dhe sipas shkencës time. Më pëlqeu ky mendim. Më thuaj, në fillim the edhe maturantëve ju thuhet deri tani të është lejuar gjithçka, ndërsa nga tani duhet të kesh kujdes se normalisht nuk të bën ballë gjithçka që çdo akt që ti e merr. Cili është termi më i mirë për një maturant? Është i rritur apo thjesht adoleshent në kufi me pjekurin? Si mund t'i quajmë tani? Në anglisht, mendoj, po se përkthej, është i vjen adults, po ka një periudhë që është definuar shumë mirë, thoni pjekuria e hershme. Domethënë është adoleshenca e vonshme, pjekuria e hershme. Prandaj unë do të isha venduar fazë, deri në cilën moshë mundem e t'i quajmë kështu? Deri në moshën 20 vjeçare, 21 vjeçare, unë do i kisha lënë adoleshent të vonshëm për shkak se nuk është se gjithçka përfundon në moshën 18 dhe pastaj fillojnë gjërat nga mosha 19. E ke parasysh kur themi jepi kohës kohë, edhe zhvillimi don kohë, nuk mund të i kalojmë disa gjëra. Prandaj unë personalisht them, mosha 18 vjeçare nuk e di, ndoshta si kriter duhet edhe të rishqirtohet. Në Amerikë është deri në 21 për të hyrë në lokale në bare. Duhet të ecë, duhet të shtohet diçka. Ja, të paktën 20-21 vjeçare është moshë ideale kur individi vetë se më i ka të qarta disa koncepte. Edhe faza e zhvillimit, kalon më ajo kriza identitetit, kalon më ndryshojnë interesat, ndryshojnë prioritike në moshën 20 vjeçare që bëhen prindër, e kupton? Tani, ka raste edhe individualitetet do t'i shohim, po në fakt unë do kisha dashur që të quaj këta adoleshent të vonshëm dhe ata që shkojnë në rrugën e pjekurisë. Do të thënë ata që i bën hapat e parë drejt pjekurisë. Për në fundua një pyetje, shumë të rinë ndihen edhe të humbur pas mbrëmjes maturës, sepse ndoshta nuk kanë vendosur që të kryejnë një universitet dhe nuk din çfarë tash. E kanë sikur një fillim të një jete të re dhe nuk din si ta menaxhojnë këtë pasiguri që e kanë në vete dhe konfuzionin për një të ardhme. Si duhet ata të veprojnë, si duhet ata të menaxhojnë stresin e tyre, anktin e tyre, pasigurinë e tyre? Unë do t'ju kisha thënë të tjerëve, në fakt për shkak se do t'i kuptojmë se ata janë atë vërullin e madh emocional dhe ka një miks emocionesh, një përzierje që dhe vete nuk e din ku janë dhe si janë. Unë do t'kisha dashur që kujdesi të jetë, domethënë t'u jepet nga të tjerët që i shohin. Sepse në ato moment ata nuk janë edhe të vetëdijshëm, kuptoni, as në tokë, as në qiell. Domethënë aq tepër janë të fokusuar në diçka që ne tash themi pa ishte e kotë. Dhe ata do e thonë, pas një jave, 2 jave. Po tash unë them të tjerët le të vërejnë më tepër, se sa ata mund t'ja dalin. Dhe mos t'i lën vetë t'ja dalin, për shkak se nuk është se është diçka që ata mund ta kalojnë vetë. Prandaj edhe ju duhet dikush, shoqëria, familja, shkolla, kushdo që të jetë. Se në bazë nga perspektiva e tyre gjithçka është në rregull. Edhe e ke vëre ata po nuk e dinë se ku qëndron. Domethënë edhe problemi ku kemi të themi një clash apo një ndeshje të gjeneratave është ata kanë bindje se nuk e kuptojnë dhe në fakt në perspektivën e tyre ne nuk e kuptojmë. Amore se nuk e bë asgjë. A kupton? Mos i jep shumë rëndësi, domethënë edhe neve na shton kjo, edhe neve na kanë bet hatri, e kupton? Edhe ne jemi ndjerkesh kur na shton. Sigurisht, ndoshta nuk kemi folur me të afërmit, ndoshta ata s'na kuptojnë, nuk na e kuptojnë botën, po për atë them edhe ata duan mirë kuptim, se ne dim se ato vetë nesër pas nesër më njëherë do thon pas ka qenë është siç e kemi menduar, po. Ama ti respektojmë se për momentin ata ashtu e shohin dhe ashtu e ndjejnë, të respektojmë ndjenjat e tyre dhe mendimet e tyre, se mbas 10 ditëve ato do i ndrojnë komplet. Kështu që në vend që të jemi ato gjikuesit të jemi ata që është të jemi për krahas, themi, okay, është momenti yt, shijoje, pastaj çka do vi, pastaj do bisedojmë, do flasim, neve këtu jemi. Do thënë ju japi mundësi që në rast se pastaj ka edhe ajo regression, do thënë ka një diçka që thotë si kur si pendim, nuk ka nevojë pse të pendohen para asgjë. Ashtu janë ndjer, ashtu kanë dashur, ashtu ka qenë momenti. Neve tash po të na thot dikush hajde sonde matura, po shkojmë? Jo.
Pat lutem. Ishte një mesazh shumë i mirë për të gjithë ata maturantët që na shohin, për familjet e tyre, për prindërit e tyre, se duhet të qëndrojmë afër maturantëve, se duhet t'i kuptojmë sa më shumë, se duhet t'u kuptojmë edhe botën e tyre. Janë në vrull emocional tash. Janë në një vrull të tyre emocional, po ashtu ku jemi të vrullet emocionale, kemi të përgatitur edhe një material të shkurtër që do ju ftoj ata shohem, sepse këtu mua vjen se edhe është fundi i emisionit, po e përmbyllim emisionin për sot, po do e përmbyllim me një material shumë të bukur, me një material i cili përçon një mesazh drejt maturantëve, ku kërkohet nga ata të kenë siguri, po ashtu është bërë edhe janë marrë ca deklarata edhe nga ana e restoranteve se çfarë siguri ju ofrojnë maturantëve, sepse normalisht duhet një siguri shumë e madhe, një numër më i madh njerëzish duhet të angazhohen që të maturantët të ndihen atë natë të sigurt, sepse e dim që edhe karakteri i tyre ndoshta ndonjëherë din të desh nga vetja, kurreshtja, po që duhet të gjithë të jenë të përgatitur dhe që maturantët të kenë një natë të sigurt dhe të paharuar. Ne këtu po e përmbyllim emisionin për sot. Unë ju ftoj të na ndiqni ditën e hënë nga ora 8 deri në ora 10, ku do jeni me kolegët e mi Aval, Bonën dhe Arditën për surpriza tjera që ua kemi përgatitur për javën që vjen. E shkojmë me këtë material dhe unë ju them mirëmbëjtje dhe miru takofshim.